محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhnuar. Atë falenderojmë edhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtarë, nga mirësitë e Allahut ndaj neve është se na ka nderuar me besim dhe udhëzim të dur, të saktë e të vërtetë. Një udhëzim i cili përmirëson zemrat tona, një udhëzim i cili ushqen mendjet tona, një udhëzim i cili i përshtatet natyrës tonë njerëzore. Një udhëzim i cili na përmirëson raportin me Zotin te bareke ve teala. Një udhëzim i cili na pajton e na lidh mes vete. Një udhëzim i cili na mëson si me jetu në këtë botë dhe një udhëzim i cili na mëson rrugën drejt ahiretit duke na garantuar shpëtim në përjetësi. Andaj padyshim se një udhëzim i këtill është begatia më e madhe që Allahu na e ka dhënë. Dhe ne duhet të sillemi si duhet në raport me këtë udhëzim, me vlerësim, respekt, nënshtrim e kështu me radhë. Çdo njësi e këtij udhëzimi të ndërrullazër është e rregulluar si duhet. Nuk ka asgjë të rastësishme në fenë tonë. Çdo udhëzim, çdo njësi e këtij udhëzimi, krahas që na udhëzon, edhe na edukon, edhe na formon, edhe na përmirëson. Prandaj, një njësi e këtij udhëzimi ka më shumë se një rol. Nuk ka vetëm një rol, po ka më shumë se një rol. Namazi për shembull ka shumë role në jetën tonë. Nëse i kuptojmë këto role dhe i përvetsojmë, do të përmirësohet në masë të madhe gjendja jonë. Andaj, nuk është namazi vetëm obligim që duhet zbatuar, por është edhe një tërësi rolesh që duhet ne nga ato të përfitojmë, të përmirësojmë vetën tonë, të ngritemi dhe të lidhemi më fuqishëm me Allahun, fillimisht e pastaj me njëri tjetrin. Kështu janë edhe ajetet e Kur'anit. Allahu te barek ve teala e ka zbrit Kur'anin. Çdo ajet kuranor të ndërrozur ka udhëzime madhështore. Ka shkollë në vete që të mëson për jetën, të mëson për situatat e ndryshme, të mëson kur je në mirëqenie po edhe në fatkeqësi në sprova. Në çdo situatë që njeriu kalon ka udhëzime të mjaftueshme, të bollshme në tëra që Allah e ka zbrit në Kur'an. Dhe kjo duhet të jetë një bindje pa kontestueshme e çdo besimtari. Se tëra që i duhet e ka në librin e Zotit. Tëra që i duhet e ka në udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Edhe për këtë ditë madhështore që sot ne jemi mbledh këtu, ta falim namazin e xumas, Allahu te barek ve teala ka përmend udhëzime që ndëlidhen me këtë ditë dhe me këtë namaz. E këto udhëzime të ndërozur nuk janë vetëm udhëzime që na mësojnë se me falë gjumën është obligim, por shumë më tepër se kaq. Prandaj, ne nuk duhet ta shndërrojmë namazin e xumës në një rutinë javore që e falim dhe shkojmë vazhdojmë jetën tutje. Ne nuk duhet me liu asnjëherë që i vetëm xumaja, po asnjë adhurim tjetër të shndërrohet në rutinë, në formalitet, e kryjmë vazhdojmë tutje, e kryjmë vazhdojmë tutje. Jo. Duhet më ndalë, me meditu, me kuptu drejt bërthamën e këtij mesazhi, bazën e këtij mesazhi, shkollën e këtij mesazhi, që te i kalon dimensionin e namazit të xumës dhe mureve të xhamisë. Udhëzimet e Allahu xhallahu ala nuk janë brenda mureve të xhamisë. Njeriu brenda mureve të xhamisë mëson, dëgjon, informohet, kupton drejt, edukohet, e pastaj në frymën e kësaj që ka marrë brenda mureve të xhamisë vazhdon jetën jashtë mureve të saj. Të ndërozër në kapitinin El-Gjumua, një sure në Kur'an ka zbrit me emrin e ditës së Gjuma.
Në fund të kësaj kapitine, Allahu xhallahu ala flet për ditën e xumë. Flet Allahu xhallaxhelalu për vlerën e kësaj dite dhe si duhet ne ta nderojmë e respektojmë këtë ditë, duke e vendosur në fokus namazin e xumës. Mirë po ndua që të shërbej me disa kuptime të rëndësishme që dalin nga këto 3 ajete që flasim për ditën e xumë, si mund të rregullojmë jetën ne në frymën e këtyre ajeteve. Do me thonë, nuk është çështja veç dita e xumë, por çështja është e ndëlidhur që përmes xumës dhe udhëzimeve për ditën e xumë ta organizojmë jetën komplet. Shikoj çfarë fuqie kanë këto mësime. Shikoj sa përmbajtësore janë këto mësime. Nuk janë vetëm për një moment caktuar të ditës, për një pjesë caktuar të ditës, nuk janë vetëm për një ditë, por janë për një jetë, por janë për një njerëzi, por janë për tërë dunjan sa të është njëri gjallë mbi sipërfaqen e saj. Allahu xhallahu ala tha në kuadër të ajeteve për ditën e xumë dhe namazin e xumës. Ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besuar, kur të thirret për namazin e xumës, kur të thirreni për namaz, që ta përmendni Allahun te baraka ve taala, nxitoni menere të përgjigjeni kësaj thirrjeje. Do me thonë, Allahu xhallahu ala na edukon në frymën e këtyre ajeteve se ne përveç se duhet të përgjigjemi Allahut në këtë thirrje, ne duhet që të edukohemi përmes kësaj përgjigjeje që të përgjigjemi Allahut në vazhdimsi. Ne duhet të edukohemi si besimtar, të nderuar besimtar, se çka do me thonë kur thirr Zoti i mëdhenuar. Si duhesh me reagu kur Allahu të thret? Cila është thirrja më e rëndësishme në jetën tonë? Cila është thirrja që asaj duhet të përgjigjesh pa hezitim, pa rezervë, pa u hamendsu fare, me bindje të plotë se po thirr për të mirën tonë? Thirrje që i përmbush këto standarde, thirrje që i përmbush këto kuptime, përveç asaj të Allahut nuk ka. Çdo thirrje mund të kontestohet, çdo thirrje mund të rishikohet, çdo thirrje mund të delë në fund se ka qenë e gabuar, çdo thirrje mund të jetë pas asaj një interes i caktuar i atij që të thret, përveç kur Allahu të thret. Ai nuk të thret për vetën e tij nga se nuk i duhesh. Asnjëherë nuk ndodh Allahu ti përgjigjesh e pastaj të del se ka qenë gabim ti përgjigjesh. Njerëzit sari janë përgjigjë Allahut te baraka taala, të ndërozër, ka qenë dëshmi e pjekurisë të tyne dhe ka qenë ringjallërim për jetën e tyne. Nga sa Allahu tha, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur Allahu ju thret, nga se në këtë përgjigje ka gjallërim për juve, ka jetë për juve, gjallërohet zemra, gjallërohet mendja, pasurohet jeta kur Allahu t'i përgjigjesh. Prandaj të ndërozër, le të mbetet mesazhi i ditës së xumë, sa herë fal xumën, para xumës, mas xumës, gjatë tërë javës kur pret xumën, në vëmendjen tënde gjithmonë, kujt po i përgjigjesh? Cila është thirrja primare që ti asaj së pari i përgjigjesh? Këtu Allahu tha, idha nudiya, kur të thirreni, Allahu ju thret, përgjigjuni. Nuk është nga edukata e besimit, nuk është tregues i besimit të shëndosh që Allahu me thirrje mos i përgjigjesh. Nga se kjo tregon për dobësinë e besimit dhe fatkeqësisht edhe jo funksionimin e duhur të arsyes së mendjes, nga se ai që refuzon thirrjen e krijuesit, çfarë mendje ka thu? Çfarë arsye ka thua? Prandaj ne duhet të mësojmë që Allahut i përgjigjemi në gjitha aspektet e jetës tonë, edhe në adhurim, edhe në sjellje, madje edhe në dukje, edhe në veshën tonë Allahut i përgjigjemi, nga se Allahu për këtë na ka mësuar si duhet të veshemi, si duhet të mbulohemi, si duhet të ruhemi, të jemi të kujdesshëm, të moralshëm, të edukuar. E shumë thirrje që janë për të mirën tonë, ti përgjigjemi Allahut te baraka ve taala. Çështja e dytë të ndërtuar vëllezër, krahas kësaj që duhesh të dish mi ndërtu prioritetet. E për ty prioritet është thirrja Allahut azza xal. E dyta është Allahu çka tha?
Fes'au ila dhikrillah. Fes'au, të ndërrullazër, është fjala fes'au e ka kuptimin e një nxitimi, e ka kuptimin e një preokupimi, e ka kuptimin e një, do me thonë, angazhimit caktuar që ti jep mund për realizimin e ti. Ande Allahu për në thotë, krahas që duhet tjetë prioritet, thiri Allahut, dhe duhet të pritni me vesh të hapur zemër të gatshme, ti përgjigjeni. Krahas kësaj, Allahu për në thotë se angazhimi juaj kryesor, vëmendja juaj, preokupimi juaj, organizimi jetës e juaj, duhet të jetë në frymën e përmendjes së Allahut te barekuhu teala. Domthon, vazhdo jetën ti. Puna, angazhohu, nga sa jetët të udhëzojnë për këtë. Mirë po, mos harro, se në çdo angazhim, në çdo përpjekje që duhet ta bësh, duhet të jesh i kujdesshëm, i vëmendshëm, ta kesh si preokupim, ta kesh si një lloj brengë në mendjen tënde, në zemrën tënde, kënaqësinë e Allahut mënduar. Prioritet është thirrja e Allahut, ndërsa brengë është kënaqësia e Allahut. Kështu muslimani formohet, kështu ai organizon jetën e tij. Prandaj çdo lëvizje, çdo planifikim, çdo organizim që është në shpërputhje me përmendjen e Allahut te barekuhu teala, në ato vende nuk mund ta përmendësh Allahun xhallahu ala, në atë punë nuk mund ta përmendësh Allahun xhallahu ala, nga se nuk është punë e pastër, nuk duhet të jetë pjesë e jetës tonë. Çdo punë që nëse i bëhet pyetja, a është Allahu i kënaqur, përgjigjja është jo, duhet të jetë edhe përgjigjja e besimtarit, jo, nuk e bëj. Qështu e organizon jetën e tij, veprimet e tij, lëvizjet e tij, raportet e tij, gjithçka në jetë e organizon mbi bazën e përmendjes së Allahut te barekuhu teala. Që kudo që të ketë mundësi Allahun me përmend, por jo ta ngushton veten në situata, në punë ku nuk mund të thotë për shembull bismillah, ku nuk mund të thotë për shembull elhamdulillah. Para mendoni fitim haram që e merr dikush, si pasojë përvecimeve të pandershme, korrupsionit apo çka do qoftë. Nëse e merr atë që nuk i takon, a mund të thotë bismillah? Nuk mund të thotë, nga është e pandershme, nga se është e papastër, e atë që është e pandershme nuk mund të thuhet bismillah. E kur e merr e përfiton, a mund të thotë elhamdulillah? Jo, nuk mund të thotë që asnjëherë, nuk mund ta falënderoj Allahun te barekuhu teala në mëkatim te Allahut, nga se është kjo ligësi shumë e madhe. Prandaj ruaje veten nga punët, nga veprat, nga angazhimet, nga fitimi, që nuk mund thuash në fillim bismillah, e nuk mund thuash në fund të tij elhamdulillah. Madje edhe teshën kur të vesh, një tesh që e vesh, a është tesh që mund thua bismillah, pe veshin në emrin të Allahut, se Allah është i kënaqur? Duhet me pyet veten njëri, qoftë në përbërjen e teshës, apo qoftë edhe në cilësinë e kësaj teshe. Nëse njëri zbulohet për te asaj që Allah e ka lejuar, nuk mund të thotë elhamdulillah për këtë teshë, nga se kjo është shpërputhje, që është elhamdulillah që Allah po i bëj gjuna me këtë teshë. Nuk mund këtë me thonë. Prandaj organizoj jetën tënde, angazhimit e tua, ushqimin tënd, veshjen tënde, sjelljen tënde, reagimin tënd, raportet e tua, krejt jetën tënde, organizoj mbi bazën e këtij që Allah tha, fes'au, nxitoni, ta keni breng, angazhimi juaj të jetë në përputhje me përmendjen e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut te barekuhu teala. Dhe Allah pastaj tha, wadharul bay'a, braktisni krejt çka është në kundërshtim me përgjigjen në thirrjen e Allahut te barekuhu teala. Të ndërvozur, duhet më mësu njëri një jetë e vet me ditë me thonë jo, fuqishëm. Jo veç po. Çka do të vjen për dorë po. Jo të konfirmon, të ja përgjigje mbi bazën e epshit, mbi bazën e kënaqësive të përkohshme, por përgjigjet i tjetë e formuluar mbi bazën e llogaridhënies ditën e gjykimit. E kjo dallon. Dikush thot po, ose thot jo, mbi çfarë baze? Mbi bazën e interesit të ngushtë e psharak, kënaqësisë e përkohshme, e kjo është e dëmshme. Ndërsa besimtari po, ose jo, braktis gjëra, largohet nga ato, mbi çfarë baze? Mbi bazën e përgjegjësisë që ka në dunjë dhe llogaridhënies ditën e gjykimit. E ç'ky është muslimani, i cili ka prioritet në jetën e tij, ka angazhim, ka brenga që synon me jetësu dhe mbi bazën e tyre jetën me organizu,
dhe i ka frenimet aktive, funksionale, din kur me thonë po, edhe din për çka me thonë po, edhe din me thonë jo, edhe fuqishëm me thonë jo, edhe din pse thot këtë jo, nga se kjo është përputhje me besimin e tij në Allahun dhe në besimin e tij ditën e gjykimit. E kjo është gjumaja. Ne kësi gjumaja kërkojmë, që në këtë frymë na edukon, na formon, dhe çdo gjumë ne jemi më të kompletuar në frymën e udhëzimeve të kësaj natyre dhe besimit që Allahu na ka ftuar të përgjigjemi. Allah na përmirësoj gjendjen tonë, na udhëzon në rrugën e drejtë. Allah na mëson që zemrat tona të jenë të hapura, gjithmonë ta pranojnë e të përgjigjen thirrjeve të Allahut mënduar, nga se nuk na thret më këndshëm, më ëmbël, më mirë, më sigurt, më drejt se krijuesi i gjithësisë. Dhe Allah na mëson që brenga jonë të jetë kënaqësia e Allahut, jo përmbushja e psharaka apo pëlqimet e njerëzve, dhe mundsoft Allahu te barekuta që të jemi të formuar e të pjekur, por edhe stabile që ndrushëm, që përgjigjet tona të jenë të formuluara mbi bazën e besimit e jo mbi bazën e tekeve dhe inateve apo epsheve personale. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah falës, dhe është mëshiruar se qulu qouli hadha wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Të ndërozër, kur Allahu I përmendi këto që u apërculla juve përgjigjen, organizimin e jetës, frenimin dhe fuqin për të thënë po ose jo, Allahu tha, kjo është më e mirë për juve, in kuntum ta'lamun, nëse e dini. Nëse keni njohuri, nëse njihni Allahun dhe besimin si duhet, kjo është më e mira. Nuk tha për Allahun, për juve. Pastaj çka tha Allahu te bareku teala? Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. E kur të përfundon namazi, prapë është një thirrje tjetër. Ju ke përgjigj një thirrje në bazë të prioriteteve. Për ty ka qenë prioritet të përgjigjesh namazit, nga se kështu krijuesi ka kërkuar. Tash, o Zot I gjithësisë, cila është thirrja e ardhshme? Fa idha qudiyatis sala, kur namazit përfundon, fantashiru fil ard, thirrja është tash shpërndanu nëpër tokë. Shkoni e punoni, angazhohuni, e mos u bëni ata që zgjatin dorën, e mos kërkoni, e mos fitoni pa djerës, punoni, angazhoni halal, edhe kjo është thirrja e Allahut te bareku teala. Shikoni, Allah nuk na thret vetëm brenda xhamisë, po në thet edhe jashtë xhamisë. Dilni punoni, angazhohuni me djersën e juaj. Gjithmonë duke përmendë Allahun azza wa jall. Prandaj udhëzimet islame na mësojnë që të bashkojmë si duhet në mënyrë të mrekullueshme me udhëzimet e Allahut mes dunjas dhe ahiretit. Të përkushtuar për të shpëtuar në ahiret. Duke qenë për neve ahireti prioritet, ne e ndërtojmë dunjan. Ne punojmë për dunja, jo për të mbetur në te përgjithsisht dhe përjetësisht. Nuk mund të mbetemi të përjetësisht. Mirë po, për të shfrytzuar mundësinë e qëndrimit në dunja, për të bërë mirë dikujt, për të kontribuar që njerëzit më lehtë jetojnë, e mbi gjitha ne të fitojmë tek Allahu shpërblim, nga se gjithçka në këtë botë që bëhet në emër të Allahut, pastaj bëhet shpërblim. Edhe puna që shkon me punu, edhe fitimi që e merr në emër të Allahut që e bën, nga se ti e bën këtë me një të pastër, ti përgjigjesh Allahut mënduar që kërkon të fitosh e të punosh. Ti përgjigjesh Allahut te barekota që mos jesh I varur nga njerëzit, mos të kërkosh e mashtrosh, po punosh me djersën tënde. Përgjigje edhe në këtë aspekt, edhe pse është materiali dunjas, por me njët për Allahun dhe si përgjigje në thirrjen e Allahut, bëhet shpërblim. Bëhet fitim për ahiret. Prandaj me Islam fiton gjithmonë. Nëse Allahut I përgjigjesh, e fiton dunjan dhe ahiretin. Kështu e kuptuan sahabët e pejgamberit sa përgjigjen. Kështu e kuptuan besimin, prandaj fituan të dyat. E fituan dunjan nga se zotnuan atë, dhe fituan ahiretin nga se ishin të parët, dhe do të jenë të parët nesër nga ummeti I pejgamberit alajhi ditën e gjykimit. Kjo është udhëzimi Islam që të kompleton, e të formson, e të mundson që të fitosh edhe në dunja edhe në ahiret. Gjithmonë I frymzuar, I udhëzuar me mësimet e Allahut te barekolla. Fantashu fil ardi wabtagu min fadlillah, dhe në vazhdimsi I kërkoni nga mirësitë e Allahut, nga se risku, furnizimi është mirësi e Allahut, është në dorë të Allahut, ai e jap atij që don, aq sa don. Prandaj kërkoni nga Allahu dhe përmes udhëzimeve të Allahut xhallahu ala
e jo larg besimit në Allahun dhe jashtë udhëzimit të Allahut xhallahu ala, nga se edhe që fitoni nuk do të jetë asnjëherë rahati e shpëtim për juve, nga se Allahu në fund të diçka tha la'allakum tuflihun. Domthon, përmendni Allahun shpesh, kërkoni nga begatit që të shpëtoni. Prandaj këtu është shpëtimi i dunjas dhe këtu është shpëtimi i ahiretit. Këtu janë udhëzimet e xumas dhe shumë të tjera që ne duhet ta kuptojmë se në këtë ditë të veçantë, dita më e mirë e javës, dita më e dashur e Allahut te bareku teala, sikur që tha pejgamberi sa nuk lind diellin ditë që Allah e don më shumë se dita e xumë. E neve Allahu na ka dhëruar si musliman që kjo ditë pikërisht të jetë për një ditë e veçantë, jo vetëm për namaz të xumas, por dhe për shumë adhurime tjera që do të flasim inshallah në të ardhmen për të vëdësuar në raport me këtë mirësi të madhe të Allahut, si ditë e xumë dhe udhëzime kuranore për këtë ditë madhështore edhe për këtë namaz të veçantë që e bëjnë brenda javës. Allah na vëdësof për udhëzimet, e na përmirësof gjendjen, e na mundësof që të përfitojmë maksimalisht nga kjo sofër e begatë e udhëzimeve të Allahut xhallahu ala për të ushqyer zemrën tonë, e mendjen tonë, e për të përmirësuar pastaj shëndetin e raporteve me Allahun xhallahu ala, por dhe shëndetin e raporteve mes njëri tjetrit. Allahu na ruaj nga çdo e keqe, nga çdo lehtësi. Allahu na ruaj nga dyftërsia dhe nga çdo punë e keqe. Kurdo që ne e don të keqen, punon kundër rinisë tonë, kurdo që punon kundër nderit, moralit e besimit, kurdo që punon kundër familjeve tona, e vendit tonë, Zoti na mjafton kundër tij. Allah na rrit nga sherrri i tyre kurdo qofshin ata. I njohim apo nuk i njohim, Allahun e kemi mbrojtës dhe ajo është miku i besimtarëve. Allahu xhallahu ala i shëroft të smurit, u përmirësof gjendjen, u lehtësoft Allahu mundimet e dhimbjet. Allahu te bareku teala i ndihmoft edhe familjarëve në kujdesin për ta. Çdo kush që bën mirë, Zoti e shpërbleft. Andaj, shqyrërazi që të falenderoj edhe mërgatën tonë që këto ditë kanë ardhur në vendin tonë në vizitë, kanë ardhur disa e kanë shkuar, e do shkojnë, e vinë me radhë në këtë pushim. Zoti i ruajt në vendin e tyre, në familjen e tyre, në sallon që të kalojnë çaste sa më të mira në vendin e tokën e tyre, edhe lutsallon që ti falen, që Allahu t'i shpërblej për kontributin, sakrificën që japin për kujdesin ndaj familjeve, vendit dhe popullit përgjithësi. Allah na bashkof në mirësi e në punë të mira, e na i bashkof zemrat në kënaqësi të Allahut për atë që është Allah i kënaqur dhe në atë që ka të mirë për vendin tonë, familjen tonë dhe popullin tonë në përgjithësi. Allah i mëshiroft të vdekurit tanë dhe na bashkof së bashku me ta në xhennet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.